Rreth 45 pacient nëpërmet marrin kujdes shëndetësor pranë banesave të tyre për shkak të problematikave të ndryshme shëndetësore. Rreth 3 herë në javë, mjekët dhe infermierët u shkojnë në banesa për të kontrolluar parametrat shëndetësor dhe për të vlerësuar gjendjen e tyre. Shërbimi në banesë për pacientët është organizuar në bazë të një grafike të përcaktuar nga vetë qendra shëndetësore dhe në bazë të asaj grafiku të paraqitet dhe infermieri dhe kur pacienti ka nevojë paraqitet së bashku me mjekun për të ofruar shërbimin, duke matur të gjithë parametrat vital dhe duke ndihmuar edhe për problemet e tjera që ata kanë. Vizitat në banesa janë veçanërisht të rëndësishme për pacientët me problematika të rënda shëndetësore që kërkojnë monitorim të vazhdueshëm. Janë persona të cilët kanë gjithmonë një person tjetër që kujdeset për ta dhe për dhënien e medikamenteve dhe për nevojat jetësore bazë që ata kanë. Ky shërbim ofrohet mbi bazën e disa kritereve të cilat janë të përcaktuara. Ofrohet rregullisht nga të gjitha qendrat shëndetësore, si me mjek dhe me infermier në bazë të kërkesave që kanë pacientët. Për pacientët dhe familjarët e tyre, kujdesi shëndetësor në banesa përbën një mbështetje të rëndësishme, duke e sjellë shërbimin më pranë tyre dhe duke shmangur vështirësitë që mund të krijojë lëvizja drejt qendrave shëndetësore.